Kur flasmi për të vërtetën, kur flasmi për pastrimin e egos, edhe arritjen e përsosmërisë, ndoshta nuk e dia është termi duhur, por ma e duhura ndoshta kish me qenë përkryerja. Përkryerje i bjen me arrit deri te niveli më i lartësuar që sipas kapacitetit që na i ka leju Zoti i Madhnushëm. Normal që do të me i kujtu kush janë ata të përkryemit. Ata që kanë arrit me përsos veten për brenda në kuptimin e rrugtimit shpirtëror. Të partë janë profetët, pejgambert e Zotit që Allahu i ka qu, edhe pse ata janë direkt prej Zotit të edukum dhe trajnum për me qenë ata kush janë. Grupi me njëherë që na kujtohet mas profetëve, janë ata që ndjekën profetin tonë të fundit Muhammedin a.s. Edhe ata që kanë arrit më smirti me kuptu mesazhin e tij, edhe kanë arrit me përsos të brendshmën e tyre, me qenë të përkryer, janë ehli bejti. Aleihimus salam, paqja e Zotit qoftë mbi ta. Shumë kush kishte me pyet çka është ehli bejti, edhe pse është i rëndësishëm ehli bejti në jetën tonë. Fillimisht ehli bejti është të jetë i rëndësishëm për besimtarët e fesë islame. Është shumë i rëndësishëm, saqë namazi i tyre në disa medhhebe varet nga lavdi që duhet ja u bëjmë ehli bejtit në salavate. Ne themi Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed. O Zot, bekoje zotrin ton Muhammedin dhe familin e tij, ashtu siç e bekove zotrin ton Ibrahimin dhe familin e tij. Domethënë, nocioni i ehli bejtit ka shumë dimenzione që na duhet mi trajtu për me nxjerr më të mirën e mundshme ose më të kapshmën e mundshme për neve se çka është ehli bejti. Kur pyetet për numrin e ehli bejtit, ka diskutime. Një pjesë e sunive në ehli bejt fusin edhe persona që nuk janë ehli bejt, kurse e vërteta rreth ehli bejtit është pejgamberi a.s. ehli bejtin nuk e ka zgjedhur nëpërmjet gjakut. Nuk e ka zgjedhur nëpërmjet gjakut edhe afërsisë në kuptimin e farefisnisë. Por është një merit që Zoti i Madhnushëm është një standard që Zoti i Madhnushëm e ka caktuar kush me qenë ehli bejt e kush nuk me qenë. Ne kemi dy terme, ehli bejt edhe ali aba. Ahlul bejt. Ahlul bejt ose ali aba ose ehli kiswa. Ehli kiswa do me thoni bjen ata poseduesit që ishin ndër mantel. Kur ka zbritur ajeti kuranor, është një ajet shumë i rëndësishëm Kur'an. Innema yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirukum tathira. Me të vërtetë Allahu dëshiron që t'ju pastrojë nga çdo lloj papastërtie, o ju ehli bejt, familjet e pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam e mori gjybën e tij. Edhe kjo ngjarje ndodh në një transmetim tek shtëpia Hazreti Aishës, në një transmetim tek shtëpia Selemës. Po. Tash nuk është e rëndësishme cila apo tjetra, u kupton, por më duket se më saktë është shtëpia Hazreti Aishës. Po, Selemi ose ajo më dhonë pjesë. Pejgamberi alayhis salam në atë moment e merr gjybën e tij, edhe hërkën e tij edhe vendos përmi Hazreti Aliun, Fatimën, Hasanin edhe Husejnin. Edhe thot, o Zot, këta thot janë ehli bejt jam. Këta janë ehli bejt jam, unë jam i kënaqur me ta, i kënaqur aty me ta. Hazreti Aisha ose Selemi, ata cila do që ka qenë, pyesin, na nuk jemi, thot, ju jeni familje në kuptimin më e gjon, po jo ju jeni në hajër, në të mirë. Edhe ju jeni në të mirë, fiks është hadithi kështu, edhe ju jeni në të mirë. Domethënë pejgamberi alayhis salam e përcakton se kush është ehli bejti. Kategori e veçantë prej sahabëve. Prej sahabëve dhe prej familjes. Në kuptimin e farefisnisë. Këta janë ehli bejt, ato tjerë janë ahlul bejt. Ahlul bejt. Shtrohet pyetja, pse këta bëhen kaq të rëndësishëm për neve? Nëse mundohemi me i bë të rëndësishëm vetëm në kuptimin historik ose cili sahab, nëse mundohemi me i bë në kuptimin e dhurimit, në kuptimin e sakrificës, ose cili sakrificë, po fillimisht këta janë të rëndësishëm për shkak të obligimit që kemi ndaj tyre.
si thot edhe Imam Shafiu, thot hubu alil bejti fardun indana, dashuria për ehli bejtin është farz për neve. Mund ta pyesim Imam Shafiun pse është farz dashnia për familjen e profetit, ehli bejtin. Imam Shafiu do të argumentonte dhe secili që e don ehli bejtin mas pori me një ajet kuranor. Kulla as'alukum alayhi ajran illa mawaddata fil qurba. Kjo është shumë e rëndësishme se sa obligimi. Shumë e rëndësishme sa farzi. Secili njeri kur dikush i bën mirë, kish me tentu, kish me provu mja kthyt mirën atij njeriu. Borxhli më të mëdhaj se sa ne ndaj pejgamberit alayhis salam nuk kanë tokë. Zoti na e ka heket breng me këtë ajet kuranor. Thua jo Muhammed, unë nuk kërkoj për juve asnjë lloj kundërvlere, asnjë lloj shpërblimi, përveç se ta doni farefisnin tem, të afërmit e mi. Kurbe, i bje akrabat e mi, karibët e afërmit e mi, kush janë të afërmit e profetit, ajet sharon në hadithe për ehli bejtin e ti, sa që bot pjesë pandashme e salavatit familja pejgamberit alayhis salam. Mirë, sot pse një djalë i ri ose një vajzë e re ka nevojë me njoft ehli bejtin, alel bejtin, edhe sot që vazhdon sakrificën e tyne. Çka i duhet një jetë? Jo që i duhet, po një djalë i ri, një vajzë e re, një besimtar, nuk ka me mujt me kuptu afërsinë me Zotin e para, nuk ka me mujt me njoft veten, nuk ka me mujt me arrit dejt e liria, pa e njoft historinë e ehli bejtit. Pa e njoft historinë e ehli bejtit, pa e besu këtë histori edhe pa u dashuru në këtë familje të mrekullueshme. Nocioni familje është shumë i rëndësishëm në Kur'an. Shumë është i rëndësishëm sa që Zoti zbret një sure tu e lavdu një familje, Ali Imran, familja e Imranit. Ali Yasin, dhe më thonë familja Yasinit që aludon për pejgamberin alayhis salam. Është shumë e rëndësishëm nocioni familje në Kur'an. Pse është i rëndësishëm? Na mundemi me thonë, po ka pas pejgamber që të djali ti e ka refuzu, rasti të Nuhi alayhis salam, djali vetë dhe gruaja vetë bëhen pa besimtar. Mirë po, në familjen e profetit të ndoshur, të ehli bejti i tij, ne kemi direkt garancion për Zotit se ata janë të zgjedhur dhe të pastruar. Në këtë rast, të zgjedhur janë, patjetër që janë të zgjedhur. Nuk ka diskutim që janë të zgjedhur. To të argumentoj me hadithe, cili do sekt. Cili do sekt që pretendon që s'është ashtu, ç'ashtu është. Edhe me vahabizëm të argumentoj. Po kupton? Domethënë kjo nëse dikush e diskuton këtë ka probleme thelbësore, po kupton? S'ka informat. S'ka informat, edhe nuk e ka ndoshta nasib, nuk e ka nasib për me qenë pjesë, për me qenë njësi i kësaj familje. Nëse i ndojmë veç e veç, folim për secilin veç e veç, ky muhabet është shumë pak, po edhe nështë ato njëta nuk na del për me fol për vlerat e tyne. Përveç kuptimin kthejna që është obligim, duhet me kuptu që thirrja edhe ajo që ka pejgamberi alayhis salam ka pru në botëra, ajo që ka pru në botëra, mas mirë të e ka kuptu ehli bejti. Mas mirë të e ka kuptu ehli bejti. Se tash dorën zemër, aty ka pas sahab, që nështë fejën e ka posi mbështetje kombëtare, për me fuqizu arabizmin e ti. Dhe në ka marrë si diçka që fituam ne arabët, apo kupton? Edhe masane është vërtetuaja. Me disa luftra është vërtetu që ka pas prej tyne që janë që kanë thonë ne jemi më të mirë se sa persët, se ne jemi arabë. Ehli bejti është pikrisht ajo manifestimi i Zotit se si njeriu arrin me u çliru prej kombësis, arrin me u çliru, mu pastru komplet edhe me qenë i lirë, edhe me qenë, mos me qenë paragjykues ndaj askujt. Me i pranu këtë llojet e njerëzve. Është një element shumë i rëndësishëm masi kalon pe kësaj bote Hazreti Aliu alayhis salam. Pse çka është i rëndësishëm? Thot atë ditë thot më shumë ti thot u pikllun thot ateistët, krishterët, jehudit. Thot se me Aliun thot vdiqe e drejtësia në tokë. Me Aliun vdiqe e drejtësia në tokë. Tash Aliu është i pari që e bjen është i pari që e trajton njeriun si njeri.
ta kemi parasysh mos të keq kuptohemi, kur folmi për Aliun, Fatimën, Hasanin, Husejnin, jemi të folë si një produkt i shkëlqym që vjen prej pejgamberit alayhis salam. Vazhdimësia. Është vazhdimësia, nuk po folmi për diçka që është autonome Nuk janë të ndarë. Nuk janë të ndarë. Për atë edhe Për atë e ka shtinë në gjybën e tij. Tash thot, o ju njerëz thot respektoni njëri tjetrin, duajini njëri tjetrin, thot se ju fillimisht thot jeni vëllezër, mund të jeni vëllezër për nga besimi, për nga feja mund të jeni vëllezër, po nëse s'jeni vëllezër për nga feja mund të jeni për nga besimi se besoni një Zot. Aludon për krishterët dhe çifotët, po nëse s'jeni thot vëllezër për nga besimi, jeni vëllezër në krem. Jeni vëllezër në krem, jeni vëllezër për nga lloji. Domethënë edhe një ateist e ki vëlla për nga lloji. Domethënë nuk guxon me përjashtu pe llojit njerëzor, për shkak se ai ka vendosur me jetu si ateist ose si diçka tjetër. Ehli Bejti na e mbron imazhin e mrekullueshëm të pejgamberit alayhis salam. Nuk ishmi mujt na me njoft pejgamberin alayhis salam nëse s'ishin kon transmetimet e Ehli Bejtit. S'kishmi mujt me njoft. Domethënë, e ki parasysh disa njerëz që kur të revoltohen ndaj klerikut, ndaj klerit, thojnë s'ma marrmanja mu që pejgamberi u konë si njeri. Se janë çu disa njerëz e kanë paraqit pejgamberin sipas tekeve dhe epsheve tyne. Sipas kapacitetit. Ose sipas kapacitetit, Ehli Bejti e ruan imazhin e mrekullueshëm pejgamberit alayhis salam. Tash kur e lexon jetën e Hazreti Aliut, kur lexon jetën e Hazreti Fatimës, qysh ka jetu çift bashkëshortor, qysh kanë funksionu njëri me tjetrin, ti mundesh me kuptu sakt se kush u kon pejgamberi alayhis salam. Tash unë uroj që ky muhabet jon me shërby si një shkëndi që njerëzit me i çu drejt e kërkimi i Ehli Bejtit, edhe unë personalisht është alfa dhe omega Ehli Bejti. Nuk ka diçka për me kuptu gjithçka. Gjithçka për me kuptu është alfa dhe omega është Ehli Bejti. Domethënë nuk ka diçka tjetër, nuk ka Islam edhe nuk ka Kur'an përveç Ehli Bejtit. Ajetet kuranore flasin la yamassuhu illa al-mutahharun. Për Kur'anin. Kur'ani nuk e prekin vetë të pastërtit. Më pyet mu kush janë të pastërtit Ehli Bejti. Vetë janë Kur'ani. Ata vetë janë Kur'ani, janë Kur'ani gjallë. Nëse do me po Kur'ani çysh praktikohet, do të detyrimisht mu kthy te Ehli Bejti, te jeta e tyne me pose çka do me thonë me kuptu saksisht Kur'anin, jo sipas tekeve tua. Çka do me thonë me kuptu saksisht pejgamberin alayhis salam. Çka do me thonë dikush mja kushtu tërçenjen e vetë fejes, çka do me thonë dikush me ngu pejgamberin alayhis salam prej moshës 7 vjeçare deri në fund jetës, se është besimtari i parë është Hazreti Aliu. Ani pse kanë qef këta me thonë u konë grue. Prej burrave Hazreti Aliu. Burrave Hazreti Aliu, prej grave Hazreti Hatizja. Ta kemi parasysh. Po, te Aliu ka një problem. Që ky problem nëse e mosmi me logjikën e sot që në smundemi me kuptu. Pse njerëzit ndaj Aliut kanë këtë averzion edhe pse kanë kaq dashni të madhe. Është pak çmenduri. Është pak çmenduri. Saqë në Nehjul Balagha, në përmbledhjen e fjalëve të tina, thot sikur të më donte mua mali, kishte më ushen. Paramendon njeriu me arrit me dasht Aliun, se Aliu është sprov. Definitivisht është sprova më e madhe e fesë është Aliu. Nuk ka sprovë më të madhe e fesë. Dikush menon një kaderi, ka doja. Aliu sprova më e madhe është e fesë. Qartësu si kret. Është o Ali, nuk të do ty vetë se besimtari, nuk të urrejnë vetë se munafiku. Ali ti je si kulhu Allahin të surët e Kuranit, nërmjet njerëzve. Nërmjet njerëzve si kur kulhu Allahin. Me vlerë. Me vlerje, ashtu. Namazi pari që ka falë me pejgamberin është Aliu. Alayhis salam. Është i pari që ka folë namaz me ta. Është i pari për gjithçka. Është i pari për gjithçka. Pa e cenu vlerën e askujt tjetër. Tash për shembull, Imam Ahmed ibn Hanbeli, që është pak e çuditshme kjo, do të më tregu. Që me pas parasysh ata që çka do më thonë në nivel se Imam Ahmed ibn Hanbeli ka kuptuar sakt këto çka po folmina. E pyesin Imam Ahmed ibn Hanbelin, kush është më i mirë mas pejgamberit alayhis salam? Thot Abu Bekri. Mirë ata thonë, mas Abu Bekrit Omeri, mas Omerit Osmani, mas Osmanit thot këtë sahabët e tjerë. Thonë e kualo Aliun, thot es-sual khata. Pyetja thot është gabim.
Se pyetja gabim, thot se Aliu nuk e ngarë me kërkan. Nuk është kategori që du të me matë me tjertë. Ehli bejti mbi. Ehli bejti nuk është nuk është nivelin e shokëve, nuk është nivelin, tash gabimi më i madh është i njerëzve, edhe i besimtarëve, edhe i këtyre dashamirësve të Aliut, është kur e qesin në peshore Aliun me të tjerët. Po m'fal, a di çfarë budallaki është me qit Aliun me Ebu Sufjanin, me qit në vagë. Apo kupton? Pa shumë fys është për Aliun, është tepër fys është, ani pse ti e të dash, Aliu është më i mirë se Ebu Sufjani. Nuk i ban derë Aliut, kur thonë e du Aliun më shumë se sa Ebu Sufjanin. Si ban derë, apo kupton? Është shumë gabim, kjo. Pa tepër gabim i madh është. A ka Ali sot? Kjo është pyetje shumë e rëndësishme. A ka Ali sot? Ku janë ato? A ka vazhdu mas djemë të Hazreti Aliut, nipat, stërnipat? Në kuptimin e gjenealogjisë, në kuptimin e gjakut, edhe të janë krejt një Muhammed në vetin. Po, pa tjetër. Në kuptimin e trashëgimisë gjakut ka, janë sejidët, sejidët janë ata pasardhësit që vinë prej Hazreti Hasanit edhe Hazreti Husejnit, sejidët e Shrafët, që është prafërsisht i njëjti, mos mendot tash kështu. Pa tjetër edhe është vërtetësia e Zotit se kjo është familja më e madhe në botë. Nuk ka familje më të madhe në botë sa familja pejgamberit që vazhdon sot. Vish një ashiret, vish një kabile, i ka 2 milion. Nuk ka dikun familje më të madhe se kjo familje. Kjo është musliman shqiptar, e kanë pas gjithmonë marak surën Kawthar. Edhe ma e leta, inna kel Kawthar. Nuk kam çore pa e kallëzu historinë e kësaj sure. Thot, a nuk ta dham në ty Kawtharin? Përkthehet Kawthar një hauz, një burim i një ujit pashtershëm botën tjetër. Në kuptimin e brendshëm, sipas disa dietarëve, është kethir e shumta llogaritet Hazreti Fatimi. Pse? Për shkak se vazhdimi i surës është, a nuk ta dham në ty të shumtën? Prandaj ti falu dhe për Zotin bëj kurban. Dhe ai që po të shon ty, ai është farësosur, ai nuk shtohet. Ka qenë janin këtë pejgamberit a.s. që masi i ndrojnë jetë djemt Ebu Lehibi, masi i ndrojnë djemt pejgamberit. Nuk është Ebu Lehibi, më ndokot. Ka mundsi. Jo, për mene dikush tjetër se Ebu Lehibi ka pas fëmijë, e kjo nuk ka bo fëmijë kur, që e ka shoh. Po, se tash me në dhe histori, nuk jena shumë fortë, në u ka përzi, pak histori. Se shumë histori, po e vërteta, është më nëzak. Mbi histori. Mbi histori është. Ka qenë joni që e shonë pejgamberin a.s. Thot që të shkun djemë të mos, s'ki me postë, s'ki të pasarës nuk i, edhe Zoti e ngushlon pejgamberin a.s. me këtë sure, ai që po të shonë të është farsosur. Tash prej Hazreti Fatimës, qika pejgamberit a.s. Në me thonë, nuk ndalët asnjëherë silsilja, vazhdimësia e gjakut të pejgamberit. Burimi pashtershëm deri në ditët e sotshme dhe deri në fund kësaj bote, asnjëherë nuk ndalën të ardh fëmijë profetik, do me thonë gjakut profetik, linja e pejgamberit a.s. Do me thonë, kjo edhe e thënë atë mitin e madh të beduinëve, të malsorëve, që kush ka vishdjem është i fuqishëm. Do me thonë, Zoti me këto jep një goditin, te pejgamberi ndodhe kundërta, e vazhdon linjën e tij nëpërmjet vajzës, nëpërmjet Fatimës radiallahu anha. Tash, kjo është poenta që kjo familje vazhdon deri në ditët e sotshme. Vazhdon kjo familje deri në ditët e sotshme, edhe na obligumi me nderu këtë familje kudo që ta takojmë. Po nëse gabon dikush, është prej Ehli Bejtit edhe gabon sot, në ditët e sotit, çka ndodh më? Ka paralajmëruar edhe profeti për këtë gjë. Ka hadith në Sahihul Buhari, thot gjaku jam, thot afrohet drejt greminës, po nuk bie, thot tërheqet prap kthehet në rrugën e drejtë. Jo gjaku i pejgamberit, po djali i haxhis mirë, që dhe vjen një periudhë e kthehet bota për të burrin mirë. Po prap kthehet në esencë. Tash s'është kjo më shumë me bë kështu. Po na të njerëz të rëndom të shohim që fëmijët e babës mirë, edhe pse dalin prej udhës apo të kthehen, e lemo gjaku i pejgamberit a.s. Familja që Zoti ka pru urnek. Ata nuk kanë urnek. S'kan urnek. Urnek janë.
Domethënë, ata janë një rrëmek për tjerët, tash nuk ka diskutim që ata kanë mu kthy. Mundet me dalë një Sejed për shembull që nashta se ka shumë të qartë. Mundet me dalë një Sejed me keq kuptu. Po, nuk janë të pagabushëm. Nuk janë të pagabushëm, Zoti thotë janë të pastruar. Se janë prej llojit ton ato, nuk janë profet. Nuk janë profet, tash janë të pastruar ata. Do të më kuptoj. Edhe pastrojnë. Edhe pastrojnë. Faktikisht e pastrojnë. Një Sejed për shembull, a është i obliguar me ndjek rrugën shpirtërore? Ajo është me lindje është në rrugë tim. Me lindje është në rrugë tim. Shumë e bukur kjo. Do të thonë, ai është në rrugë shpirtërore. Sa gjenealogjinë e trashëgon jo vetëm me gjak, po edhe sekretin e pejgamberit alayhis salam e trashëgon. Edhe sekretin e pejgamberit. Tash një udhëzues shpirtëror me kon kutbi, ai kryesori i evlijave, një Sejid është mbi atë çdo herë. Patjetër. Do të më respektu. Edhe fizikisht edhe shpirtërisht është do të më respektu, por një Sejid obligohet me shku te ai evliaja për me ndjek rrugën shpirtërore. Sejidi obligohet me ndjek. Po. Sejidi obligohet me pas një udhërofys, me pas një murshid. Tamam. Apo kupton? Sa 13 vjet i ka, është djalë i ri, është Sejid. Apo kupton? Po. Ai mundet me jetu në Francë. Po. Tash a do të më shkuaj me ndjek një. Patjetër. Nuk është patjetër me gjetaj një Sejid. Dhe ta gjon dikan që është një murshid. Një murshid kamil, një murshid i përsosur, edhe do të më ndjek rrugën e tij, apo kupton? Tash për shembull bukuria më e madhe kur e takon ti një Sejid që ka kryer rrugën shpirtërore, sa ata shumë malet e kanë me kryer rrugën shpirtërore. Edhe ti përveç mallënxhimit që ta kujton pejgamberin alayhis salam që ndjen atë po e prek pejgamberin alayhis salam, kur e shet që ai është i përkryer në fjalët e tina, në jetën e tina, në veprat e tina, tash është një argument, një dëshmitar i Zotit në tokë, ai që çka ka ndodhur ajo është shumë e vërtetë çka ka ndodhur para 1400 e sa vjetë. Domethënë, të kthehemi te tema e Ehlibejtit. Ehlibejti mëse i domosdoshëm sot me u lexu me kontekstin e kohës tonë. Me kontekstin e kohës tonë. Ashtë dhe më thonë, mjafton veç pak dashni me pas për Ehlibejtin edhe kupton njeri çka ka ndesh me bo ata, çka ka ndesh me thonë ata. Nuk po du me hin historinë e persekutimit edhe të vujtjeve që i kam përjetu ata, po unë i kisha përmbledh me një fjalë. Me një fjalë vetme pse ata janë familja më e vujtun edhe më e luftuar në botë. Në atë kohë, në kohën e pejgamberit alayhis salam, për shkak se njerëzit nuk kanë ndesht me vazhdu e vërteta me jetu. Njerëzit kanë ndesht vërtetën me përvetësu edhe me bo pronë tyne edhe me paraqit si diçka shumë të lehtë. Njerëzit e kanë përdor islamin për mbretëritë e tyne. E kanë përdor islamin për mu pasunu, për pushtetin e vet. Ehlibejti është ajo që jep kejt për islamin. Edhe sot je. Edhe sot jep keq për islamin, kushdo që ka pas rastin me taku dikant e Ehlibejtit, e din sa çka po fulmi. Ehlibejti është ajo që, domethënë, e ka rujt mesazhin. Qysh me u bë fidaqar, qysh me u shkri, me u shkri për rrugën e të vërtetës. Ata mas mirë ti din më na tregu. Po kemi edhe sahab të pejgamberit alayhis salam që janë për afërsisht të nivelit. Po Selman Farisiu, për shembull, Bilal Habeshiu, Ebu Dharr el-Ghafariu, e plot të tjerë, Mikdadi, e plot të tjerë që për shkak dashnijës që kanë pasur për Ehlibejtin, janë arritë dhe janë bërë emna. Ose vish një herë kanë respektuar Ehlibejtin, janë bërë faktor. Selmani është prej Ehlibejtit tem, pejgamberi kur i thatë. Po, do të thonë, ai nuk ka qenë gjak. Është prej gjakut. S'është prej gjakut, pejgamberi thotë ti je prej meje. Edhe ti je prej meje. Tash do të më kuptu që edhe ata emrat e mëdhaj që janë konë mesin e sahabëve, edhe ata arrin me u bë faktor për të mirë për shkak të respektit që e kanë pas Ehlibejtin. Po. Për shembull, Hazreti Omeri tu kon halife i muslimanëve, kryetari i muslimanëve, krejt çështjet e thuja se i zgjidh tu konsultu me Imam Aliun. Këtë çështjet i zgjidh tu konsultu me Imam Aliun, bile është e njohura e thonja e tij thotë Zoti më së laftë Omerin tokën kus është Aliu. Apo kupton? Plus ja ka kërku mu martu me vajzën e vet. Vajzën e vet, domethënë, ja ka kërku. Veç mu thot po du me pas afërsi, alo më shumë me Ehlibejtin, alo më shumë. Apo kupton? Do të mi paraqit këto si kundër sahabët me Ehlibejtin. Asnjëherë do të mi paraqit si kundër, se këtu kjo nuk është shiizëm. Ebu Bekri e ka pas një djalë.
Emrin Muhammed Hanefije. Jo, vish Muhammed bin Ebu Bekr. Muhammed bin Ebu Bekr, Muhammed Hanefije është tjetër. Hazreti Aliut. E ka pas emrin Muhammed, vllavi i Hazreti Aishës edhe i Sumejës. Ha. Vish një pyetje kam. Ku është vrarë Muhamedi? Është vrarë në Sifen, krah Hazreti Aliut në luftën kundër Muavijut. Tash nëse Ebu Bekri është kundërshtar i Aliut, Ebu Bekri mazdar kënë shpe, i shua dhe kish full kundër Ehli Bejtit vazhdimisht. Pa ju rritë qatë frymën që djali jem do të me dasht. E ka përgadit djalin E ka përgadit djalin e vetë për me mërrinja i derin qëtë pikë, sa që mu qu një djali i ri, se ka qenë ai djali halifit parë, shehzade, dhe me thonë njeri me autoritet, djali Ebu Bekrit, me vllavi i Hazreti Aishës, vllavi Sumejës, ai me gjitha të zgjedh me ndjek Aliun edhe bjen shahid në luftën për krah tij. Do me thonë që tu na e kuptojmë paka shumë që nuk është bashkë këtë që na u ka kallëzu. Edhe nuk është bashkë ky, adin nuk po du tash unë me lujt as ehli sunetin as shien. Unë nuk jam as shia as ehli sunet. Unë jam me të vërtetën. E vërteta është ehli bejti. Besimtar. Unë jam besimtar. Unë jam me ehli bejti. Ehli bejtin që e përmen Kurani. Ehli bejtin që e njone shpirtnisht edhe fizikisht. Imam Gjaferin. Imam Gjafer Sadiku pjesë ehli bejti. I bojmë pyetje, pse ju ehli bejti nuk koha e mezhebeve? Thojmë, pse nuk e bëni një mezheb? Në fik, në jurisprudencë. Thot, ehli bejti ka bo fej. Nuk bën mezheb. Imam Maliku nxënës si Imam Gjaferit. Ebu Hanifja nxënës si Imam Gjaferit. Këto e kanë themelu sunizmin, në thojza, kanë marrë dije prej ehli bejtit. Edhe vetë Imam Shafiu, Ahmed bin Hanbel, krejt, ulemat djetarët janë krejt për ehli bejtit. Imam Shafiu të Sejde Nefisja. Po. Ehli bejt. Ebu Hanifja të Imam Gjafer Sadiku. Imam Gjafer Sadiku. Më thonë komplet me dhejbi i ti është i bazon të Imam Gjafer Sadiku. Edhe jo vra Ebu Hanifja për shkak një fetfas. Adi pa lirje këto, adi këto janë prallat fëmijëve, këto fëmijët nuk flenë më me këto pralla. Vedem, Imam Ebu Hanifja u vra për shkak dashnisë ndaj ehli bejtit. Edhe pozita asoj kohë u konë kundër ehli bejtit. Adi merr në vesh mo. Adi se na laoth më të na rajt, apo kupton? Nuk vanë se ma sot mu që me rajt i kanë është marrë, se ki informacion, apo kupton? Po jo shia të Iranit, po kush e ti përmen shia të Iranit? As s'ken bajas me shia të Iranit, as të Irakit. Adem, të më thonë është ofendim shumë pa lidhje kjo. Që o vlo kuptojt vërtetën, fol namaz e përmen ehli bejti namaz, Allah nuk e di shka të përmen. Muslimanën alfabet. Ti kuptojt vërtetën për veti, leti a i ky shka tha të këtha. Ti vish për veti kuptojt vërtetën. është me të vërtetë është të nasib, është me ditë me arrit me njoft këtë gjauherë. Tash, i ki një grup nuk e njofin ehli bejtin ose e shajnë ehli bejtin. Grupi tjetër e njofin prej jashtë ehli bejtin. Po, prej jashtë. Ato janë edhe më të rrezikshëm se këto. Shumë më të rrezikshëm janë. Sa ato e kesh përdorin emrin e Hazreti Aliut për interesin e vet, për xhepin e vet. E vërtetë është, e kesh përdorin. Domethënë, Hazreti Aliun e bojnë barabart me një sahab që e ka pranu islamin, masi ka ndru jetë pejgamberi alayhis salam. O zotni, është turp është kjo. Ofendim është. Unë jo Hazreti Aliun, ti nuk mundesh me Amar bin Yasirin. Ti nuk mundesh mu çu me krahasu me ata të tjerë. Po nuk është i barabart Amar bin Yasiri me Halid ibn Walidin. Po nuk është i barabart. A di pse s'është i barabart? Sa Amar bin Yasiri është pejt parëve. Ja ka përdhunu nënën në sy, Ebu Gjehli. Ja ka myt babën e nënën në sy. Shahidet e parë në Islam. Yasiri dhe Sumeja. Nuk mund është i muqu për shembull Amar bin Yasirin, tash me krahasu me dikan që ka orë mas 3 luftave të përgjakshme, a di shka, hajtë dhe na pe pranojnë Islamin. A di, palavër o kjo, është palavër. Kjo është palavër, a di, është do me thonë ofendim ndaj komplet sakrificës të aty në burrave që e kanë bo, e leje mot është i muqu Aliun me krahasu me qitë në vogë me këta. Që së tolerohet ajo. Nuk vjen do me thonë shprej asë në konsiderat. Me gjitha të, na e lusim Zotin e madhnushëm që më na afru drejt vërtetës, edhe populli jonë më kthy ku ka qenë, populli jonë mjafton më kthy 20 vite pas, me kuptu që
Te na ka pos emën Ali, Hasan, Hysen, Fatime, mas shumë ti, nuk ka pos do emna tjerë që nuk duhet mi cej këto, edhe s'ka hala do me thonë, që aty kupton kush është me të vërtetën edhe kush nuk është. Zoti na realizoft. Amin.